Në Shkodër u zhvillua Asambleja Vullnetarëve e Kryqit të Kuq Shqiptar, një aktivitet që mblodhi vullnetarët për të paraqitur punën e realizuar gjatë 2 viteve të fundit, si dhe për të ndarë përvojat dhe angazhimin e tyre në shërbim të komunitetit. Puna e vullnetarëve të Kryqit të Kuq përfaqëson pjesën më civile dhe më të edukuar të komunitetit. Institucioni i vullnetarit tek ne do të kisha thënë se është shtylla kurrizore e shoqatës tonë. Në thonë, pa ndimin e tyre, pa mbështetjen e tyre, pa energjitë e tyre, pa praninë e tyre, shumë nga projektet tona nuk do kishin arritë suksesin edhe qëllimet për cilat ne i operojmë gjatë periudhave kohave, viteve. Numri i vullnetarëve aktiv dhe dinamika e angazhimit të tyre ndër vite paraqet një tregues të rëndësishëm të pjesëmarrjes qytetare. Si numër total të vullnetarëve aktiv, çdo vit ne kemi rreth 100-115-120 vullnetarë, por që janë aktiv dhe janë përhershëm mund të jenë 30-35 vullnetarë. Pjesa tjetër mëndhen, kur i paraqitet mundësia, vinë tek ne dhe angazhohen në projektet tona. Planet dhe prioritetet për periudhën në vijim synojnë zgjerimin e aktiviteteve dhe rritjen e ndikimit në komunitet. Ne kemi parë që na kanë ndihmuar shumë vizitat periodike me të më shumë. Në thonë, në fillim mund kemi hasat rezistencën e parë, për të hap derën, për të pranuar mbrëm, dhe për të pranuar shërbimin ton, sepse ishin skeptik, por dhe që jemi mësuar dhe e njëm vetin si në shpinë tonë me ta. Kjo është synimi jonë, që jo vetëm për këtë projekt, por edhe për projekte tjera, kemi takime periodike të shpeshta me komunitetin që t'jemi sa më afër me ta. Kështu kuptojmë edhe nevojat që kanë, i kuptojmë më mirë, por edhe ato pranojnë janë më të hapur nga ndihmës që ne ofrojmë, qoftë psikologjike, qoftë ushqimore të tjera. Asambleja shërbeu për të evidentuar kontributin e vullnetarëve dhe për të orientuar hapat e mëtejshëm në forcimin e rolit të tyre në aktivitete humanitare dhe sociale.